Marta, ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtu një kombë të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Më shumë se sa 90% të qytetarëve tanë. Jam I sigurt që ata shumë pak që janë në këtë përqindje shumë të vogël që mbetet, thjesht s'do kenë pasur, s'do ketë qenë ditë e mirë në momentin që është bërë sondazhi, sepse vështirë të mendoj ndonjë shqiptar që mendon se antarësimi në BE nuk është ideja më e mirë dhe nuk është horizonti drejt së cilit duhet të synojmë për hir të fëmijëve tanë. Për ta përmbyllur, dua të shtoj se qoftë ajo mënyra e fortë e ajo e butë me cilën jemi përballur na mësuar një gjë shumë të rëndësishme. Kur s'merr asnjë gjë të mirëqen në Bruksel. Kur të buzëqeshim, shijoje, po mos e merr të mirëqen, mund të t'ju zhduket nga fytyra sa hape mbyll syt. Kështu që vazhdo, puno fort dhe përgjigju në çdo rrethan me përulësi e me rezultate. Këto dy gjëra janë ato gjëra që këta njerëz vlerësojnë më shumë. Dhe siç e kam thënë, me mentorin ton nga njëra anë Komisionin dhe të urtët nga ana tjetër shtetet anëtare, jemi në duar të mira në qoftë se nuk harrojmë asnjëherë që në fund të fundit është puna e duarve tona që ka rëndësi, jo për ta, po për ne, jo për Komisionin apo shtetet anëtare, por për popullin shqiptar dhe brezin e ardhshëm. Faleminderit edhe një herë Mari, faleminderit Marta dhe një falenderim mjaft të madh të gjithëve atyre që ishin me ne përpara se sa të vinim në këtë konferencë shtypi. E vlerësojmë shumë dhe do të bëjmë gjithçka që të jemi për herë aty ku duhet të qenë, bazuar në një plan për të përfunduar këtë fazë të parë duke